vendimin e gjykatës kushtetuese e kemi parë konfirmim të atyre që i kemi thënë si Instituti i Kosovës për Drejtësi, ku kemi konsideruar pa ditë kur kryetari Basha tha që është konstituar kuvendi, një gjë e tillë ka qenë e pamundur, sepse pas zgjedhjen e njerit nga nënkretarët përfshi pra të komunitetit serb, kuvendi nuk mund të quhet i konstituar. Rrjedhimisht kryetari Basha atë bëri shkelje kushtetuese dhe shkelje të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të dy aktgjykimeve pra të gushtit edhe të qershorit të këtij viti, përfshi edhe aktgjykimin e vitit 2014 të gjykatës kushtetuese, pra duke e interpretuar në mënyrë të gabuar edhe kushtetutën edhe rregulloren e kuvendit, sepse dihet tani më edhe sipas kushtetutës edhe sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, kuvendi nuk quhet i konstituar pa përfunduar procesi i votimit të gjithë nënkretarëve të kuvendit, përfshi edhe kryetarin e kuvendit. Rrjedhimisht tani më kemi një aktgjykim përmes së cilit të tregohet se kuvendi është i pakonstituar deri në zgjedhjen edhe të një nënkretari nga radhat e komuniteteve. Vendimi i gjykatës kushtetuese është i drejtë edhe konform kërkesave kushtetuese, ato që dihen tani më që garancionet kushtetuese për përfaqësim të komuniteteve në organet kolegjiale dhe individuale në organin legjislativ të Republikës Kosovës, në këtë rast të kryesisë së kuvendit, është garanci e cila i është dhënë me rastin e miratimit kushtetutës në vitin 2009 dhe me rastin e miratimit të deklaratës së pavarësisë, ku aty tregohet se Kosova merr përsipër të zbatojë disa detyrime shtesë për komunitetet jo shumicë, veçanërisht në përfaqësim në organet kolegjiale dhe individuale në Republikën e Kosovës. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nuk ka dalur ende në publik përveç njoftimit, por sapo të dalë ai në publik, kuvendi duhet të mbledhet jo më vonë se 48 orë nga data e hyrjes në fuqi të këtij aktgjykimi dhe kuvendi ka 12 ditë që të konstituohet. Me këtë rast, si lëvizja vendosur, si LDK, PDK, AK, NISM dhe partitë e tjera të komuniteteve, duhet që të propozuarin që vijnë nga komuniteti serb ta votojnë pa asnjë problem, sepse në këtë mënyrë ata e respektojnë një dispozitë kushtetuese që këtyre komuniteteve u ka garantuar kushtetuta. Pra, secila parti duhet me e votu secilin kandidat që vihet si propozim, sepse në rast se ne flasim për pasojat cilat janë janë pasojat më të mëdha të një votimi të një nënkretari nga radhat e komunitetit serb që është tani më i listës serbe, apo janë pasojat më të mëdha të mos konstituimit kuvendit për shkak të këtij nënkretari. Kuvendi, partitë politike duhet me pa interesin më të mirë të Republikës së Kosovës, ashtu siç ka thënë edhe gjykata kushtetuese, që një nënkretar të cilin e propozon ky komunitet ta votojnë pa asnjë problem, sepse nuk është ndonjë problem i madh. Ne i dim problemet me listën serbe, me përfaqësimin e kësaj liste edhe në legjislaturat e kaluara, edhe me pjesëmarrjen e disa personave politik brenda kësaj partie në rastin Banjska, për këto janë veprime edhe të cilat duhet me i vlerësu policia, prokuroria dhe gjyqësia, në ndërkohë kuvendi duhet me marrë për bazë fuqinë politike që qytetari u ka dhënë kësaj partie politike në kuvendin e Kosovës.